Krejt këtë dunja, me gjithë këtë pasurit madhe që ka, Allahu Gjelle Wala i ka thonë kalil, pak kjo. Kjo është të kurgjë, në krasim me që ka konë gjennet, e tash nëse vjen këtu minimizua, kjo dunja, so pare, so miliarde euro janë këtu, kej këtë miliarde euro që duken, ato miliarde tjerë që s'duken në rëtuk që janë, e ato që kanë medale kështu më radhë, të gjitha këtyre komplet bashkë kur bon, Allah i thonë pak janë. Madje ka thonë pejgamberi s.a.s. një vend gjennet që kime vendos shkopin tënë është më i shtrejt. Ai ari ati i gjennetit që me matë me qatë shkap është më i shtrejt se këtë dunjallë që ka kontaktë. Nëse këtë që ta e merë parasysh, ta shpëdhe me zvoglu, vjen të 200 euro rruga jota. Nëse këtë të miliarde janë pak, e 200 euro që i merë haram që punan dikun, sa janë? Pak është krejt. A ka shpreje për që ta? Nuk ka pësa. Qita pak njëri e lakman, edhe hupa ato që zblet me pare. Këtë paret me dhonë, Wallahi l'adhim, këtë paret e dynjas me i pas, këtë paret e dynjas me i pas, nuk mosh me fitu, veç me këqyr gjenetin, pa të me qyr gjehnem. Dhe më me himrana. Veç me pave që shërë që këtë paret. Kufar që jenë pasanikat matë mlaj o laznjevë. Pasanikat më të mëdhaj që janë. Kur të udhë Allahu në gjehnem, ka me buet dialog me banorët e gjenetit. Ka me thonë, e fidu alejna, gjuna veç pak kuj që Zotja u ka jep. Ku i keni para tash, një barda kuj së në bleni. Ku jënë para? Ku është për shtetit dhe pasunia? Ku metën? E fidu alejna min elma, veç pak kuj gjuna. Shtrejt është, thënë besimtarët. Inna Allah harramahu ma lel kafirin. A haram e keni, së në bleni të këta uja. Me parë dënjët me gullet ato. Përndaj besimtari është e i cili do të thotë qka? Kur shirati thotë, zban! Po hupi bre, po me mshele. Po kërë shumë thjesht. Kështë të ke fund, apëton, dënja me zgjatë dënja, 500 vjetë mërnu, apëton. Si javlenë, se leon për 20 vjetë të vlajmë, apëton. Njëri du në kuptu dënja, si një vend që qysh do koftë. Na duhet më mënu me konë mas miri, me halal. Që kjo është kull me halal, ma nalë s'pa shkona Allah. Që ka qëtë? Për kërsër se këna me dalë, që mi shpejt, që si në arë me nejtë. Po për të punë mënaja Allah, për të punë haramet mënaja që zban me ranë to. Nuk ban me bu besimtari këto apëto. Allahu Gjelle Gjelalu e ka obligu mbulesën për gratë, që t'i ruaj stolit e tyne. Dikush e kupton se kjo është mu shëmtu e mu zezu, ka se bukuria është mu shfaqe kështë më radhët. Mirë, ajo që del e zbulua në rrugë dhe e zbukurua, që del rrugë e zbukurume, sa është bukuria e saj të kefunë, sa ka mundësi me konë të kefunë, njëri në fundit, njëri jetë, s'del për të asaj, me konë me bukurin më të mirë në botë. Kur nalë struja bëndrit, jo dhe në terë të shë, asa jo vetë shë në terë, vjen bëha kja një grupë që ka për para vetja. Që ka që bukuria saj? Bukuria që zbëndrit as një santim më saj. Dhe të shikaj bukurin e grave të gjennetit. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, po të shfaqe i veç një huri, një gru, pe grave të gjennetit, veç Allah me mundësu me këshirë dënja, në Allah dhi. Thot pejgamberi s.a.s. Po të shikon të një gru nga gratë e gjenetit në dunja, veç me këshyrja ja, njëherë me shërësyt, le edati dunja, kish me ndërgju kejtë dunja në apëton, s'kish me pasme për kekas për kërgjë eqa apëton. Që kjo bukuria apëton. E hupë për shka apëton. Për një shikim të një farë, Zotin a falë apëton. Që për qëta e hupë njëri apëton. Tu i shu syt në gjithë shka apëton. Në terë e hupë të në dritë. A të ka thonë ule shikimin, ule, se së të ka thonë 1000 vjetë ule. Pak është, kime ka përsi për këtu i të pëtën. A të ka thonë ngrehe dore më se zgatë, ngrehe. U kry puna, shumë shkurë të shkje puna pëtën. Kime dalë pasaj, zgatë e sa dush, e këshurë sa dush, o Allah, s'kime mujtë më ngia pëtën. Sa dush, e ish pak prit, ka dale. Njerëz dhe me herë, kjo Allah, s'po shkanë.
Dumja ka dhuri shembull dhe të me përfundua. Kjo është shembull rast i vërtet që ka ndodhur në një vend prej vendeve. Një njeri ka jetu me një mahall prej mahallëve vetë dhe varë furat ati vendi. Sa që me i paja ato mahalla, do nuk di me që fanë mahalla me që zutënë, se s'ka si mahalla të napë. Ton kanalizim jesë për mija, ton që ashtu njerë që ka të bujmë rena del për jashtë, fa një shpreje, apo don shpijat 1.1, don një termet i 0.5 grad rriterit të fënë, kishë me rëzu krejtë, se ne me konë manaj, katastrofë. Mrena mos klasën për lagështinë, mos klasën për sa keq i shpikar në ato. Jetë e ronë, kë njëri po kalëzën, jetë shumë e ronë ato. Në moment, i ka arë një ftesë për me shku me punu në Mekë. Edhe rroga $4.000 ato. Para peni shkretihone, i ka arë mundësia me punu në Mekë, në Qabe. Apëton, rrogën sa me pas? $4.000. Kjo njëri që ka thot? Thot, prej kur e ku marrë lajmën si jam pranu, deri të koha e shkurës ka qenë 1 muj det ato. 1 muj. Ase ka ndru shpina, s'kun, qatë shpi kërnua për. Në qatë njëtën që e mahal njëri që e kanë zi jetën, qatë jo për kërnua për. Thot, kjo njëri nuk kom jetu muj matë lumëtur dhe matë këndësëm se që kjo muj ato. Me qka të dake i mirë të shka realizimi, me metë se 1 muj, shkaj, mas 1 muj e $4.000 në dorë ato. Ka përcen. Për na kemi me aktivizu, si kurse kemi në vazhdimisht, imanin gjennet, me aktivizu për mi kalu problemet e dunjas ato. Sahi, pa gjennet, vallahi, largo shumë. Tash me vëlqu pëndi që ka 20 vjetë tira me dhollë imër me jetë që shëta, gatë është ato. Mirë kur të paramnesh, veç edhe pak. Veç edhe pak, 1 muj ditë edhe rrugën e ki 10 fish ato. Aja vlen që kë njeri, a ki vlen që kë njeri ato, që mas 1 muje, me një ven kejt tjetër, kejt pastër, kejt më të mirë saj, me rrugë më të madhe, pasi që është e ka vendimin që ka me shku që atje. Kë njeri ashtë të lëgjikshme me thonë që kjo jetë më spërnohet dhe Allah, jetë shëmëronë, telashe, s'pëpos që të afton, du me dalin me vjedhë dhe këmun që ka me vonë, du të mërnu apëtë. Edhe vjedhë është ti në bërgë apëtë. Ja për 20 vjetë bërgë, se tu vjedhë ka vrallë dika në udhës atë, 20 vjetë bërgë i hanë, për s'ka po sapën 1 muj dhe së shkën me marrë rogën apëtë. A në doko që kënjeri i meqëm? Jo, vëllë apëtë. E tash, a doko më natë ashtë meqëm për vetën tonë? Aj që i jepë, apëtën tonë këtë gjërësi, ose tonë këtë bukuri, ose tonë këta, për diçka që ka vallaj nuk e vlen ato. Nuk e vlen ato. Për këtë arsye sahabët e kanë ditë 50 ditë apo bëjmë sabër, me që Allah më na fal ato. Mos i fal, çka kanë më bëu ato. E dim që kam e kalu kjo punë. 50% ka përsen, atëherë do të vjen dita kur padyshim do të na gëzon Allahu xhalla xhelal me të mirët e tij ato. Për këtë arsye, kjo është medresja dhe kjo është shkolla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk ka dhënë sahabëve të tij. Prandaj besimtari është njëri stabil, është i vendosur në rrugën e tij, e din çka po don dhe din ku është nis, dhe pavarësisht rrethanat e jashtme nuk dikon me ndryshuar ato. Kabin